Për mua zgjedhjen në Tiranë duhet ishin bërë shumë më herët. Pra duhet ishin bërë që në momentin që Erion Veliaj është arrestuar, kështu që nuk ka alternativë më të mirë se sa zgjedhjet, ato duhet mbahen një orë më parë, po të ishin dorën time do mbahen që do sa pas 30 ditësh, sa që është minimumi i afateve kushtetuese për të mbajtur zgjedhjen në Tiranë. Ne jemi gati çdo opsion tjetër që nuk kalon nga vullneti i qytetarëve, tregon një deficit demokratik dhe një mungesë të fortë legitimitetit politik të kujdo që do zgjidhet në krye të Bashkisë së Tiranës. Një parti politike krijohet për të garuar. Kjo është arsyeja pse krijohet. Me gjithë angazhimin e paralajmëruar të Erion Veliajt se betejë e tij nuk përfundon me kaq, sfida për qendrën e Shqipërisë po troket. Me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe Këshillit të Ministrave, vendi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës është bosh. Kjo nuk është pjesë e së shkuarës vetëm për Belin Këlliçin. Ende nuk e kemi vendosur, ne presim të shpallet dita e zgjedhjeve, kur do qoftë ajo. Do të mblidhet Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë, që me statut ka drejtën zgjedh kandidatët tanë për çdo lloj zgjedhjesh. Mund të jem unë një kandidat, mund të jetë dikush tjetër, jemi ende duke diskutuar. Në traditën tonë ka gjithmonë dy alternativa. Alternativa jam ose unë ose një surprizë. Na kanë ecur të dy llojet e alternativave në historinë tonë shkurtër zgjedhore. Do ta vendosim, jemi duke diskutuar, do ta vendosim në ditët dhe në javët në vijim. Por ka edhe aspirant. Sa kërkon ju propozitën që t'jeni kandidat? Unë jam njeri që nuk i betejave, asnjë nuk i kam ikur. Jam njeri që mendoj që në politik sa ku ke sinqeritetin dhe lufton kundër sistemit, sigurisht që nuk është e thënë që të marrësh gjithmonë rezultatin maksimal, sepse je duke luftuar kundër një padrejtësie. Je duke luftuar kundër disa njerëzve që ulen dhe drekojnë me krimin dhe hidhen miliona euro për të blerë vota, që merren kartat e identitetit njerëzve, por nuk duhet ndalur në atë drejtim. Unë jam i gatshëm për çdo gjë që lidhet me parimet në politik, por nuk shprehem dot për këtë, sepse qëllimi im në rrugtimin tim politik nuk ka qenë të merrem me politik në nivel lokal, me gjithë respektin, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse kam menduar që ne duhet të udhëheqim procese të transformimit juridik të atëut tonë, dhe për shkak të formimit tim juridik, i gjithë transformimi një vendi ndodh në parlament. Sigurisht që ka rëndësinë e vet dhe bashkia, por transformimi ndodh aty. Jo se kam dëshirën, por nuk përfaqësoj një grup vogël politike, ta thash edhe nuk ka. Qofse do ishin që bikën dakord edhe me një kuptoti që mendon krejt ndryshe me ato, që ka përcejmë veten, po i mendojmë ka kokët punë, po ta thash, ka njerëz më të ri se sa unë, edhe që përmbajnë edhe të njëjtët cilësi si puna ime, s'është të thënë kjo patjetër. Plus që këto çështjet e bashkive duan edhe i çik me energji, çik rini, më shumë se janë çështje ekzekutive. Nuk e përfaqësojmë. Plus që zgjedhjet e fundit kanë në një farë mënyrë, kanë një sinjal. Nuk është puna se morëm vota shumë, se po të ishe marrë vota shumë i hyshe, edhe vetëm unë, saj pune, po realiteti është kjo gjë është. Agron Shehaj, veti dyti deputeti mundësisë në kuvend, ka bërë thirrje për një kandidat që nuk mban përkatësi politike. Sot ne kemi Partinë Socialiste që në zgjedhjet e fundit Ndërkohë merkatoja e emrave vijon në tregun mediatik dhe amplifikohet me shpërndarjet në mediat sociale për atë që mund të jetë kandidati përbashkues i opozitës. Nga zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike e deri te persona të shoqërisë civile, si Edlira Çepani apo Erion Kristo, po përfliten si emra të mundshëm që mund të sfidojnë ish-ministrin e shëndetësisë dhe më pas të arsimit. Nuk jam unë i autorizuar të nxjerr emra këtu pse diskutohen. Po e siguroj që Partia Demokratike ka kandidat të pakrahasueshëm me korbën e Covidit. Boja mbi letër për shkarkimin e Veliajt është hedhur. Me botimin në fletore zyrtare, shkresa vendoset në zyrën e Bajram Begajt dhe prej presidentin të kthehet nga Kombet e Bashkuara për firmë. A do të marrë disa ditë ekstra për konsultim, apo do të dekretoj shkarkimin pa u menduar gjatë, njësoj si me dekretin e kryeministrit Rama me ministrin Ndjella. Kjo mbetet për tu parë. Derisa opozita të vendos, pikpyetjet e ngutshme që mbeten janë: a do të ankohet vërtet Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese? Dhe kur do ta shpall presidenti datën e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë?